për procedurë, zoti Redi Muçi. Faleminderit. Në lajme sot lexova që kolegët e Partisë Socialiste erdhën në punë 2 orë para orarit zyrtar, ndoshta për shkak të zellit të madh që kanë për punën. Dhe më bëhet shumë qefi. Po për te shakas, unë vetë mua më vjen turp që të vi në vendin e punës dhe të dëgjoj se si me drejt populli aty jashtë bërtet parlamenti krimit. Dhe është e padenjë dhuna shproporcionale që policia po ushtron ndaj protestues. Është e padenjë. Në ditët e para të protestës, kur sheshi u mbush me protestues, dole dhe thatë se ishin agentët serbo-greko-iranian që të ishnin prej hunde disa protestues të paditur. Në ditën e 21 të protestës, kur sheshi u mbush edhe për shkak të diasporës që erdhi aty, dhe nuk ishte më sheshi që u mbush bulevardi dhe u rrëdhua kryeministria deri te piramida, dole dhe thatë se ishin kosovar dhe Albin Kurtit. Sot në ditën e 33 të protestës, ku normalisht kanë rënë disi numrat e protestuesve, dilni dhe thoni bëni ndarjen sot me sorrave dhe flamingove dhe shpresoni se duke gjuajtur me gur sorra, duke marrë një me një familje dhe njollan biografi të atyre që marrin mikrofonin, do tremri dhe flamingon. Jo më jo, ata nuk janë as sorra dhe nuk janë as ato flamingot që kanë për fotoprofili kryeministri juaj. Ata janë thjesht popull i thjesht. Popull që vazhdon të protestoj për 33 ditë dhe me styre, nëse doni ta dini, ka dhe plot ish votues të partisë tuaj. Ish votues partisë tuaj që kanë kuptuar se nuk keni më legjitimitet për të qeverisur. Populli vazhdon të thras dorëheqje, vazhdon të thras Ramanburg-Berishanburg, vazhdon të thras Shqipëri e re, por ju vazhdoni të mbyllni veshët. Në 10 ditët e fundit, në 10 vitet e fundit, në Britaninë e Madhe janë ndruar 6 kryeministra. Dhe a e dini sepse? Sepse deputetët e partisë tyre e kanë kuptuar që këta kryeministra nuk e kanë përmbushur pritshmëritë në qeverisje dhe prandaj kanë tërhequr mbështetjen ndaj kryeministrit të partisë tyre. Këtë gjë duhet ta bëni dhe ju, po të kishit ndo pak ndërgjegje. Dhe në qoftë se është e vërtet ajo që thoni, se nëse mbajnë zgjedhjet e parakoshme, ju fitoni 100 mandate, bujrum. Shpallni zgjedhjet e parakoshme, iki unë këtu dhe gjithë qa ju zen vendin 100 mandateve tuaja, dhe hajdeni ju dhe qeverisni me legitimitet. Deri atëherë, nëse se keni pak dignitet, jepni dorëheqjen. Zoti Muçi, kjo nuk ishte fjalë për procedurë, fjalën e kërkuar procedurë, fjala procedurë do të thotë flasësh për rendin e ditës, për votimin, për seancën plenare. Këtu, po, sa i përket dorëheqjes edhe solidarizimit me aktet kundër kolegëve tuaj këtu në parlament, kjo është mbi të gjitha e paishme. Dhe nëse ju i shpallni të gjithë deputetët jo legjitim, koha e dënimeve kolektive ka perënduar prej 36 vitesh, dhe nëse të gjithë janë legjitim, pse jeni ju janë jo legjitim? Ju pse jeni legjitim? Pse ju jeni një nga 140 deputetë të këtij parlamenti? Pse ju jeni legjitim, të tjerët jo? Ju lutem mos spekuloni më me procedurën për të bërë fjalime antipolitike. Zoti Bido. Kodi i etikës i këtij kuvendi përcakton në radhë parë që respektimi i institucioneve i Republikës së Shqipërisë është arsyeja sepse ne kemi këtë mandat. Dhe është e qartë që këtu nuk kemi një parti antisistem, po kemi një parti të establishmentit më të rëndë të sistemit, që vjen dhe përdor populizmin për të delegjitimuar Republikën e Shqipërisë në shërbim të interesave më të rënda antishqiptare. Vjen dhe na thot këtu një person i cili kishte turp punën e inxhinierit, që do të detyrohej që të punonte si inxhinier, po të mos kishte lekët e oligarkëve të familjes së tij, e na i thot neve pse vim më herët në punë. Kështu jemi mësuar, Redi Muçi. Jemi mësuar që të vim në punë, të punojmë, të nxjerrim lekët me djersën e ballit, të mbajmë familjet tona
dhe të mos vemi në zonat të mbrojtura, që të kemi atje aksione, pastaj të protestojmë ca zonat tjera të mbrojtura, ku duam të marrim aksione. Jemi mësuar që të punojmë me djersën e ballit, dhe të mos themi që kemi bërë shkollën të Koto Hoxhi, dhe dilim nga shtëpia që mami i dha leje babit për të ndërtuar një godin mund mes të oborit, dhe të bëjmë pastaj dy fytyrësinë që të flasim për arsimin. Kështu jemi mësuar të punojmë. Një pjesë e mirë e këtij grupi, besoj të gjithë, po mund të flas vetëm për ata që njoh, e di që janë mësuar të punojmë. Ti s'ke punuar ndonjëherë, dhe prandaj ta mirëkuptoj habin tënde se si njerëzit punojnë. Po më e rëndësishmja që dua të them këtu është se ti fole për agent iranian, serb e grek. Ti nuk je agent, nuk e besoj, nuk e di. Nuk e vendos dorën zjarë, po nuk e di. Ajo që di është që para një jave këtu kishte një seancë për çamërin, ti nuk erdhe. Pastaj kishte aktivitet në Qafbot që të kanë ftuar personalisht, ti nuk erdhe. Dhe ke dalë këtu dhe je viktimizuar se ne të akuzo kemi ty se ke komësin greke. Është për zgjedhje prindërve të tu të kesh komësin greke, njërin e ke me komësi shqiptare, njërin greke, është për zgjedhje jote pas 18 vjeç që të kesh komësin greke, dhe të paktën me qënë se ishte deklarata ime ajo, unë me minoritarët nuk kam asnjë problem. Pse? Se janë pjesë e shëndetshme kësaj shoqërie. Se janë bashkëqytetarë tanë të shëndetshëm, sepse janë një pasuri në mozaikun tonë kombëtar. Janë shqiptar patriot e njëherë as grek të pashuar. Ajo që kam problem unë është vërja pirotizmi tëndë. Është fakti që ti nga ana shqiptare tënde je pasarë dhe si një prej fiseve më vërja pirotiste të Himarës, e po ti ishe ti ndryshe do ti ishe kapelen. Po ti nuk flet dot për çamërin. Ti që bën patriotin, ti nuk flet dot për çamërin. Ti thua punë e madhe çamëria, ja shiko reagimin tënd. Ti je një apatrid, një tradhëtar. Zoti Muçi, replik. Shoku Bido, me urdhër të Taulantit që para ca javësh më tha se më ka vënë në shënjestër, ka një shënjestër shu drejt këndore, shoku Bido pra, më shqepur mbrapa me buk në trastemi ne nga anët tona. Për çdo fjalë që them unë kundër Edi Ramës, shoku Bido nxjerr nga këto hartat e tij të mëdha që i nxjerr nga xhirizet e arkivave ku bënte dikur komandantin. Tani, baballarët e këtyre kuadrove të ish partisë punës, në atë kohë të rrasnin e tuesi dhe të vërshonin prejnët e akuzave. Me familje, me njollan biografi, përgjigju të thoshin, pse qeshe kur u kollit çoku Enver? Përgjigju pse ke xhaxhan të aratisur? Këtë përpiqet të bëj edhe i shkreti shoku Bido me ata sufllaqerxhind e rrjeteve të tij sociale. Do që mua nga pozita e sulmit kundër sultanit të tij të më kthej në pozitën e mbrojtjes kundër ullumit të tij. Bido, në qoftë ke gjë seriozisht, çoje në gjykat ose dërgon ndonjë nga ata inspektorët tuaj, nga ata që shantazhojnë bizneset e vogla, që për gjitha këto që flet ti ta bëj punën siç duhet. Në qoftë se ke gjë seriozisht. Veç se unë ty o Bido, jo që s'të marr seriozisht edhe pse ma jep mundësinë e replikës për çdo herë, po ti nuk më dukesh as si ata maskaren që ishin hetues në kohën e Enverit. Ti mua më kujton vetëm komeditë e viteve 90. Më kujton Ceken, që me radiomarse në dorë dilte nga fera dhe thoshte gjedhi këtu plepi si më dëgjon marrje. Prandaj Bido, vazhdo me fushadën e kundër zbulimit dhe asnjë hap pas. Vjoj merret në ditës. Interpelancë për Ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Zotit Blendi Gonxha, kërkuar nga deputeti Aina Zhupa. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores. Qëllimi i saj është të jepen shpjegime lidhur me përgatitjet për sezonin e ri turistik, masat e marra, problematikat evidentuara dhe garantimin e standardeve gjatë sezonit turistik 2026. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96 të rregullores. Zonja Zhupa nuk është paraqitur, nuk dohet në sallë, pra në bazë praktikës parlamentare konsiderohet shtërhequr nga interpelanca. Vijojmë me pikën e 4, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Drejtësisë, Zotin Toni Gogu, kërkuar nga deputeti Klevis Balliu. Pyetje drejtuar ministrit janë në lidhje me punonjësit e policisë burgjeve. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 95 rregullores. Zoti Balliu
nuk është paraqitur, nuk ndodhet në sallë, pra konsiderohet sipas traditës parlamentare i tërhequr nga pyetjet drejtuar ministrit të drejtësisë. Pika e 5, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2025, në bazë të pikës 3.1 të nenit 103 të rregullores, projekt rezoluta do të prezantohet nga relatoria e komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, zonja Romina Kuko. Zonja Kuko, fjala për ju. Shumë faleminderit kryetar. Projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2025 dhe rekomandimet për vitin 2026. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, duke njohur rolin e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi si autoriteti përgjegjës që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin, duke vlerësuar rëndësinë e zbatimit të mekanizmave ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, duke mbajtur në konsiderat nevojën për forcimin e mekanizmave institucional të barazisë, mos diskriminimit dhe mbrojtjes efektive të grupeve vulnerabël, duke vlerësuar rëndësinë e parafrimit të kuadrit ligjor dhe institucional për mos diskriminimin me akinë e Bashkimit Evropian dhe standardet europiane për organet e barazisë, duke mbështetur bashkëpunimin e komisionerit me institucione publike në nivel qendror dhe vendor, shoqërinë civile, median, publikun dhe partnerët ndërkombëtar, vlerëson veprimtarinë e komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi gjatë vitit 2025 në këto drejtime. Trajtimin e 424 çështjeve gjatë vitit 2025, nga të cilat 404 ankesa dhe 20 çështje ex officio. Dhënien e 284 vendimeve dhe 3 rekomandimeve, adresimin e 64 rekomandimeve ndaj institucioneve të tjera, si dhe dhënien e 8 rekomandimeve dhe opinioneve ligjore me iniciativën e tij apo me kërkesë të institucioneve. Rritjen e ndërgjegjësimit dhe raportimit të rasteve të diskriminimit, veçanërisht në fushën e të mirave dhe shërbimeve, punësimit dhe arsimit, duke evidentuar njëkohësisht sfida të vazhdueshme në garantimin efektiv të barazisë. Trajtimin e çështjeve që lidhen me të drejtat e fëmijëve, gjuhën e urrëties dhe mbrojtjen e shtetasve të huaj, si fusha me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e grupeve në situatë vulnerabël dhe për përputhjen me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Ushtrimin e kompetencës për nisjen e çështjeve ex officio si tregues i rolit proaktiv të komisionerit në identifikimin dhe adresimin e rasteve të diskriminimit përtej ankesave individuale. Dhënien e rekomandimeve dhe opinioneve ligjore për projektakte, përfshirë projekt ligje dhe projekt vendime që lidhen me barazinë gjinore, vullnetarizmin, shërbimet, avokatin e popullit, dhunën e grave dhe dhunën në familje, kodin penal dhe draftin e kodit të ri penal. Kuvendi i Shqipërisë kërkon që Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi për vitin 2026, 1. Të përmirësojë raportimin vjetor duke paraqitur të dhëna për numrin dhe tipologjinë e ankesave, bazat e diskriminimit, grupet e prekura, afatet e shqyrtimit, vendimarrjen, masat administrative, zbatimin e rekomandimeve dhe rezultatet e ndërhyrjeve të institucionit, si dhe të publikoj informacionin me interes publik në përmbushje të standardeve të programit të transparencës dhe të drejtës për informim. 2. Të forcoj rolin institucional në garantimin e mbrojtjes efektive nga diskriminimi, në përputhje me akinë e Bashkimit Evropian dhe standardet europiane për organet e barazisë. 3. Të rrisë eficiencën në trajtimin e ankesave duke përmirësuar afatet, cilësinë dhe transparencën e procedurave administrative me qëllim garantimin e një mbrojtjeje më efektive për qytetarët. 4. Të forcoj veprimtarinë monitoruese për përmirësimin dhe zbatimin e legjislacionit kundër diskriminimit duke evidentuar problematikat e përsëritura dhe duke ndjekur zbatimin e rekomandimeve të dhëna ndaj institucioneve publike. 5. Të rrisë dhe të konsolidojë praktikën e shqyrtimit me vetë iniciativë, ex officio, të çështjeve si mekanizëm për identifikimin në adresimin e rasteve të diskriminimit, veçanërisht në rastet me karakter sistemik ose me ndikim mbi grupe vulnerabël. 6. Të forcojë bashkëpunimin me institucionet publike dhe organizatat të shoqërisë civile me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve për trajtimin efektiv të rasteve që lidhen me diskriminimin, gjuhën e urrëties dhe krimet e urrëties. 7.
të forcojmë mekanizmat për identifikimin dhe raportimin dhe adresimin e diskriminimit gjuhës së urrëties në mjedis publik dhe online, veçanërisht ndaj grave dhe vajzave, fëmijëve, pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve të tjera vulnerabël në përputhje me gjetjet e IBAR-it dhe rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Të nxjisë edukimin digjital, mbrojtjen efektive të fëmijëve dhe koordinimin institucional për adresimin e diskriminimit dhe gjuhës së urrëties në hapësirën digjitale. 8. Të zhvilloj sistemin e mbledhjes së përpunimit dhe analizimit të dhënave mbi diskriminimin, gjuhën e urrëties dhe krimet e urrëties me qëllim krijimin e një baze për vlerësimin e situatës dhe orientimin e politikave publike. 9. Të rrisë ndërgjegjësimin publik për të drejtat në fushën e barazisë dhe mos diskriminimit, kompetencat e komisionerit dhe procedurat e ankimimit përmes fushave informuese dhe aktiviteteve edukative me fokus të veçantë në zonat rurale, zonat e largëta, institucionet arsimore dhe komitetet në nevojë. 10. Të kryej sondazhe në lidhje me diskriminimin sipas përcaktimit të neni 32 shkronja e ligjit numër 10.221 datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi i ndryshuar. Të kryej një vlerësim të strukturuar mbi ndikimin e përdorimit të teknologjisë dhe ofrimin e shërbimeve publike bazë, përfshirë shërbimet arsimore, sociale dhe shërbime të tjera të domosdoshme, me qëllim evidentimin e pasojave diskriminuese ndër shtresave në nevojë dhe personave në kushte vështirësi ekonomike dhe ta përcjellë të vlerësim pranë kuvendit të Shqipërisë brenda muajit dhjetor 2026. 12. Të forcoj kapacitetet profesionale të punonjësve të zyrës së komisionerit përmes trajnimeve në fushën e diskriminimit, shumëfisht gjuhës së urrëties, krimeve të urrëties, barazisë gjinore dhe mbrojtjes së grupeve vulnerabël. 13. Të forcoj bashkëpunimin ndërinstitucional me institucione të tjera si Avokati i Popullit, AMA, Kontrolli i Lartë të Shtetit dhe shoqërinë civile, si kusht për përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi, barazisë dhe respektimit të drejtave të njerëzit. 14. Të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të Kuvendit të Shqipërisë për zhvillimin dhe konsolidimin e metodologjisë së standardizuar të treguesve kyç të performancës si bazë për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve të rezolutës në funksion të forcimit të llogaridhënies dhe mbikëqyrjes parlamentare. Ky angazhim të përmbushet brenda 3 mujorit të tretë të vitit 2026. 15. Të sigurojë zbatimin në kohë të rekomandimeve dhe vendimeve të institucioneve të pavarura, duke raportuar periodikisht çdo 4 muaj në Kuvend mbi masat e ndërmarrë dhe statusin e zbatimit të tyre në përmbushje të detyrimeve institucionale